Përplasja mes Myftinisë dhe Bashkisë Shkodër ka vijuar edhe ditën e sotme. Myftinia u holl menjëherë në sulm ndaj bashkisë duke bllokuar punimet që janë duke u bërë pranë xhamisë së Parucës, që lidhet me projektin e rehabilitimit të zdrales të bashkisë dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Pas heqjes së tabelës së Myftinisë me një hadith një ditë më parë në qendër të qytetit nga ana e bashkisë, përballë kullës me 35 kate që po ndërtohet, erdhi tashmë ky vendim i fortë. Përplasja mes Myftinisë dhe Bashkisë Shkodër ka nisur që nga momenti kur është dhënë leja për kullën me 35 kate afro një vit më parë, dhe situata është tensionuar edhe më shumë muajt e fundit, nga momenti kur kanë nisur punimet për kullën me 35 kate pranë hotel turizmit. Myftinia pretendon se ajo tokë ku po bëhet kulla është pronë e saj dhe po ashtu e komunitetit ortodoks dhe familjes Laçej dhe e ka quajtur një grabitje të pronës. Ditët e fundit Myftinia vendosi disa tabela në qytet me hadithin se kush grabit tokat, Allahu në ditën e Kiametit ka për t'i varur në qafë 7 palë tokë. Një tabelë e tillë u vendos edhe përballë turizmit ku po bëhen punimet e kullës. Bashkia Shkodër e hoqi atë tabelë me pretendimin se është pa leje duke e cilësuar si zënje të hapësirës publike. Pak pas këtij njoftimi të Myftinisë, bashkia nga ana e saj bëri të ditur se ka vijuar aksionin për lirimin e hapësirave publike nga tabelat e reklamave të vendosura në mënyrë të paligjshme kudo në qytet. Bashkia edhe ditën e djeshme publikoi heqjen edhe të disa tabelave të tjera duke lënë të kuptohet se aksioni nuk ka lidhje vetëm me tabelen e Myftinisë dhe hadithin që shkruhej në të për pronat e grabitura. Ndërkohë, Myftinia nuk u mjaftua vetëm me bllokimin e punimeve tek xhamia e Parucës, teksa rivendosi thuajse në të njëjtin vend në qendër të qytetit tabelën me hadithin: kush grabit padrejtësisht qoftë edhe një pëllëmb tokë, në ditën e Kiametit, Allahu ka për t'i varur në qafë 7 palë tokë. Tabela u rivendos edhe një herë përballë hotel turizmit ku po ndërtohet kulla me 35 kate që Myftinia pretendon se është pronë e saj. Këtë radhë tabela u vendos pak metra më tutje brenda rrethimit të xhamisë së madhe Ebu Bekër dhe aty askush nuk mund ta heqë më. Një ditë më parë, policia bashkiake e hoqi tabelën me këtë mesazh sepse sipas bashkisë ndodhej në trotuar e vendosur pa leje, gjë e cila solli debat dhe përplasje mes Myftinisë dhe bashkisë që në ato momente kur po hiqej. Myftinia mori këtë vendim duke rivendosur tabelën e cila është në një mallësi për 16 metër katror dhe lexohet shumë qartë prej në rrugë ku kalojnë qytetarët dhe ndodhet thuajse në të njëjtin vend. Tashmë ka një luftë të hapur mes dy institucioneve të rëndësishme, Myftinisë dhe Bashkisë Shkodër, që nuk dihet se si do të përfundojë.